Kthimi i emigrantëve dhe lëvizjet për festat e fundvitit Unaza e Elbasanit paralizohet nga trafiku. Radh mjetesh disa kilometra jemi mësuar të shohim çdo fundjavë, teksa qytetarët u drejtojnë zonave turistike, kryesisht juglindjes për të pushuar, ndërsa në prag të festave Elbasani është pothuajse i pakalueshëm në të gjitha hyrjet dhe daljet e tij. Kthimi i emigrantëve, lëvizjet për festa, por edhe shtimi i numrit të mjeteve bëjnë situatën kaotike. Në mungesë të rrugëve të përshtatshme për të përballuar fluksin e mjeteve, mungesa e bypassit në rastin e Elbasanit, mungesa e rrugëve dytësore për fshatrat bëjnë që gjithmonë më shumë qytetet jenë në vështirësi lëvizje. Në rast se emigrantët do të ktheheshin të gjithë në një ditë, Shqipëria me rrugët ekzistuese do të ishte e pakalueshme. Në Unazën jugore të Elbasanit duhet të koordinohen mjetet e 10 fshatrave, mjetet që kanë drejtim Cerikun dhe Gramshin, si dhe i gjithë fluksi mjeteve që mban aksi nacional Elbasan-Qafan. Vetëm ky fundit është përllogaritur të ketë mbi 15.000 mjete çdo ditë, pasi është një aks që lidh juglindjen e vendit me kryeqytetin dhe portin e Durrësit dhe pika doganore të Qafanës dhe Kapshticës. Teksa është vetëm në projekt nevoja për një zgjidhje për bypasin Elbasanit është urgjente.